Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar shumë mbarësi dhe shumë mirësi në shpirt. Është e rëndësishme që dita që me fillimin e saj të fillohet me një hap pozitiv. Tetori është muaji i mjaft veprimtarive, muaji i letërsisë gjithashtu. Qasja me librin, me të lexuarit, qasja me autor të ndryshëm, me veprimtari, me takime që institucionet organizojnë, por edhe institucioni shkollor që është një ndër institucionet bazë të formimit, na jep mundësinë që me letërsinë të bisedojmë, mbas edhe të dialogojmë. Bibliotekat janë institucionet e librit. Biblioteka e qytetit ton, Marin Barleti, është një institucion i rëndësishëm i propagandimit të librit, i veprimtarive të ndryshme. Ndaj, natyrisht krahas shumë institucioneve, ky institucion ka vijshmërinë e kësaj pune me librin, por edhe kulmin e mjaft veprimtarive që lidhet me tetorin e letrar, me muajin e letërsisë. Festivali letrar, që është në edicionin e tij të 14, kulmon me veprimtarive të tjera. Sot për të folur, jo veç për këtë veprimtari, kam ftuar në studion Mirëmëngjes Shkodër drejtuesin e këtij institucioni, zotin Maxhit Cungu. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit, është si gjithmonë kënaqësi që të jemi në studion tuaj, edhe që të kemi komunikim direkt me dëgjuesit e Radio Shkodrës, këtë radio me traditë. I falenderoj shumë. Kulturore, gjithë tema shqiptare. Ju falenderoj shumë. Është kënaqësi për mua t'ju kem sot në studio, sepse do flasim për veprimtari të prekshme, veprimtari që lidhen me këto ditë, por edhe që rrezatojnë ecurinë e punës suaj, apo jo? Natyrisht, radios, çdo media ka si mision që të paraqes me vërtetësi ato sidomos aspektet kulturore, të cilët janë shumë të interesuar njerëzit. Unë mendoj se libri është një ndër mundësitë shumë të mira për formimin, për dialogimin, për marrjen e informacioneve, për zgjerimin e njohurive, për thellimin kulturor, kështu që të punosh me librin është vërtet një mision. Natyrisht, libri ka një traditë shumë të vjetër, pothuajse sa bota, domethënë që atëherë që lindi civilizimi është i lidhur edhe me fillesat. Natyrisht nuk ka qenë në këto nivele libri, ka pas një natyrë tjetër, ka pas forma të ndryshme, por ai vazhdon të mbetet një burim i dijes njerëzore, një burim edhe i divertimentit, domethënë edhe deri te kalimi i kohës së lirë. Edhe kjo pavarësisht se këtu ka ndërhyrë mjaft teknologjia, përse prap libri mbetet një nga, si thosh, elementet kryesore të kulturës së njeriut. Dhe ne shohim këtë në bibliotekën tonë, institucionin që drejtoj, që interesimi mbetet edhe, si thosh, goxha në nivele të mira. Edhe sa rëndësishme është kur nga njëherë diçka lëkundet, teknologjia në fakt ka ndërhyrë në një farë mënyre, por të ndalesh tek libri, do të thotë të ndalesh jo rastësisht. Duhet të kesh një tërheqje dhe për të pasur këtë tërheqje duhet të kesh frymëzim, duhet të kesh frymëzim për këtë tërheqje, do të thotë që të frymëzojnë librat, shkrimtarët, aktivitetet, veprimtaritë të ndryshme, qoftë edhe përkujtimore. Me këtë ndoshta është ajo mundësia që institucioni juaj dhe institucionet të tjera të tërheqin sa më shumë lexuesit, fëmijët, të rinj, por edhe moshat. Natyrisht, krahas shërbimit ndaj qytetarëve që bën biblioteka me seksione të ndryshme si të librit shqip apo të albanologjisë, të seksionet e gjuhës huaj, të seksionet e librave për fëmijë, janë edhe aktivitete të vazhdueshme që bën pikërisht për këtë, për nxit interesin e lexuesve, njerëzve të kulturës, por e qytetarëve të zakonshëm, për t'u ofruar sa më tepër me botën e librit. Sigurisht, duke pas parasysh edhe mbrojtjen nga Covidi, ne kemi organizuar, duke respektuar masat,
ne kemi organizuar vazhdimisht, sidomos gjatë këtij viti, promovimit të ndryshme librash, ku ka pas një interes të vazhdueshëm, ka pas një audiencë pra, në sallat tona, në sallën e konferencave, dhe mund të përmendni domethënë këto promovime të 4-5 muajve të fundit, si Yusuf Burgjovi, një shkrimtar i famshëm dhe historian, i cili promovoi librin Shënimit e Gjon Nikol Kazazit, temë historike me theks kombëtar patriotik. Gjithashtu edhe një libër për historinë, mund të përmend edhe libra të tjerë të shkrimtarëve të ndryshëm, të cilët kanë prezantuar për herë të parë në ambientet tona. Kam qenë e pranishme në disa prej tyre. Po, është Vilma Jahja për shembull, që prezantoi një libër shumë interesant. Ikja do thot kthim. Pikërisht ka të bëjë me një tematikë shumë të prekshme, të emigrantëve tashmë që janë integruar në pranim, por që vazhdojnë të kenë një dashuri të madhe për vendin e tyre, dhe natyrisht këtu shfaqen problematika të ndryshme të vështirësive apo të arritjeve që ato kanë arritur. Apo takimi me Xhabir Tabakun e të tjerë. Ndodhemi në këtë muaj, në muajin e letërsisë, i cili natyrisht ka kulmet e veta në organizime, në qasje me librin, në takime me shkrimtarët, në botime të ndryshme e të tjerë. Biblioteka Marin Barleti ka një veprimtari tashmë tradicionale, sepse në edicionin e 14 zhvillohet festivali i librit. Festivali letrar, eksaktësisht kështu. Me sa di unë, në traditën e organizimit të këtyre festivaleve ka qasje të ndryshme ndaj librit, letërsisë, të lexuarit, shkrimtarëve, botimeve, zhvillohet në disa ditë. Nuk e di si do të jetë kjo panoramë në organizimin e edicionit të 14 të festivalit letrar. Festivali letrar i librit në Shkodër ka filluar si një nevojë për të paraqitur sidomos letarët e ri, për të nxitur ato, të prezantojnë punën e tyre. Dhe kjo pastaj ka marrë një lloj zhvillimit, duke integruar edhe shkrimtarë të cilët nuk janë tamam shkodan, vitin e kaluar ne kemi pas një hapje, do thoja, kemi pas 4 shkrimtarë që vinë që nuk jetojnë në shkollë. E çon si ka, letërsia komunikon dhe autorët janë të pranishëm. Dhe në këtë në këtë vasht, ne ftume nga Kosova, nga Italia, pra shkrimtar shqiptar, nga Londra erdhi Rudolf Marku. Ishte Ako Polloni nga Prishtina dhe Durim Taçi nga Bergamo, edhe Stefan Çapaliku, një shkrimtar i cili i mirë njohur, ka një prodhimtari sidomos vitet e fundit. Dhe kjo i dha domethënë një dimension tjetër festivalit, duke nxitur interesin edhe të një audicionit, do thoja, që i kalon kufit e shkollës. Nësa si vjet, festivali që ne do fillojmë së shpejti, lidhet me tematikë ndoshta disi të ndryshme, në kuadrin e përkujtimit të veprave të autorëve shumë të mirë njohur të letërsisë shqipe. Do fillojmë me një aktivitet shkencor për shkrimtarin e madh Patrice Shfishta. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me Departamentin e Letërsisë të Universitetit të Shkodrës, dhe janë disa pedagog, si dhe punojës të bibliotekës, të cilët do kumtojnë dhe do paraqisin studime rreth veprimtarisë Asgjegjës Shfishtës. Në vazhdim pastaj, në kuadrin edhe si shtatju të krijimit përvitorit të bibliotekës, do të jetë një aktivitet kushtuar Karl Gurakuqit, i cili është do të thotë pioner të fillimit të bibliotekave, të krijimit të bibliotekave në Shqipëri dhe pikërisht në Shkodër, pastaj ku ka marrë edhe, si thush, fillesin edhe biblioteka kombëtare. Pastaj do vazhdoj edhe me autor të tjerë, do të jenë Nail Draga nga Ulcini, dhe të tjerë që do të ftohen të
për biseda rreth veprimtarisë së tyre në festivalin letrar. Tashmë ai ka marrë, si thush, një formë institucionale. Ne kemi bërë vitin e kaluar, kemi bërë një botim të gjithë në veprimtarisë në vite të festivalit. I kemi përmbledhur në një antologji si një numër i veçantë i revistës Gegnia që boton Biblioteka Marin Barleti. Dhanë 54 autorë, nga secili është marrë një pjesë e veprimtarisë të letrare, qoftë prozë, qoftë poezi, dhe doli një botim shumë i pëlqyeshëm ku njerëzit informohen për punën që ja bën, gjithashtu dhe kanë kënaqësinë që të njihen me veprimtarinë e secilit. Unë besoj se do të jetë një botim i hapur, sepse veprimtarit do të zhvillohen edicione të tjera të festivalit, kështu që besoj do të ketë një vazhdimsi të këtij botimi, apo jo? Natyrisht, ai botimi për cilin fola është revista Gegnia, tashmë njoftën. Është botuar numri i 14 i kësaj reviste. Tani do të dalin, besoj për 3 javë do dalin edhe numri i 15. Unë e kam fjalën tek pjesëmarrësit, do të thënë 54 shkrimtarë që kanë marrë pjesë në festivalin letrar, nuk janë pak. Ata kanë një veprimtari, kanë një ecuri, kështu që patjetër që do të zonë vend në numrat e tjerë të Gegnisë, apo jo? Natyrisht, ne kemi prezent edhe përveç kësaj antologjie, në ato janë pjesë vazhdueshme e një rubrike që kemi, rubriket letrare që kemi tek revista Gegnia, që ne botojmë pjesë të veprimtarive tyne, domethënë në vite. Pra, ajo ishte një mënyrë paraqitjet, si thush, edhe një lloj kontributi që ka biblioteka në prezantimin e krimtarisë letrare të autorëve, sidomos autorëve shkollor. Sa rëndësishme është të mbahet lidhje me këto shkrimtar, jo vetëm në aktivitete, por më botimet, promovimet e veprave të tyre, sjelljen në kohë të mjaft librave që kanë mbetur në fondin art ose në fondin e vlerësuar të letërsisë sonë. Natyrisht, lidhja është, si thash përpara, ka pjesa promovuese, të cilën ne vazhdojmë ta kemi si traditë, dhe që ka mundësi çdo shkrimtar që të paraqesë krimtarinë e tij në ambientet e bibliotekës, duke krijuar gjitha kushtet që duhen, domethënë, dhe duke krijuar një lloj mbështetjet, si thosh, në promovimin e librave. Por jo vetëm kaq, ne para 2-3 javësh patëm edhe një shkrimtar të njohur, Vizazhiti, i cili paraqiti një temë shumë interesante, një kapitull shumë të dhimbshëm të jetës së tij, por edhe të fatkeqësisht të një pjese të popullit shqiptar, vjershat që ai apo pozitë që ai ka krijuar në kohën e dënimit të tij si burgosën politik. Pra, kjo është, ne kemi munduar që të diversifikojmë edhe në llojin e tematikave, edhe pjesëmarrësit që paraqesin apo që promovojmë veprën e tyre në bibliotekë. Të kalojmë në anën tjetër të panelit, nga ana përballë, që janë ndjekësit e këtyre aktiviteteve, por pas tyre janë lexuesit, interesi për leximin. Duke qenë në një institucion të librit, natyrisht ky interes pulsohet në një farë mënyre. Sa rëndësishme është që tërheqja akoma më shumë e lexuesit, qoftë edhe lexuesit të vogël, apo edhe lexuesit më të rritur, në mënyrë që veprimtaritë t'i tërheqin ato, qoftë në konkurs apo stimuj të ndryshëm, nuk e di cilat janë mundësitë dhe politikat e këtij institucioni për tërheqjen e lexuesit. Po, natyrisht, kjo është pyetje e mirë, domosdoshmë se të hap një tematikë tjetër në lidhje me përfshimin e fëmijëve në leximin e librit, sepse ato në të ardhmen do ta përçojnë edhe do ta vazhdojnë këtë traditë. Ne vitet e fundit kemi pas një rritje të numrit të lexuesve të vegjël. Aty janë krijuar kushtet, kemi bërë ndërhyrje në ambientet për të përmirësuar, edhe për të zgjeruar në volum, si dhe për të përmirësuar teknikën, qoftë ndriçimit, qoftë për të krijuar aty në kushte komode për të lexuar aty, gjithashtu edhe për të lexuar librin në shtëpi.
Ajo që ne kemi bërë për të stimulu, si më thanë, është qoftë dhuratat që i japim vazhdimisht, qoftë konkurse të ndryshme që zhvillojmë me fëmijët, por edhe çmime, si thosh, lexuesi i vogël i librit, i cili i jepet në fund të vitit, duke marrë parasysh edhe pjesëmarrjen e tyre, numrin e librave të lexuar, edhe aktivitetet që ato zhvillojnë në bibliotekë. Ka për atyre që edhe shkruajnë tashmë, dhe ne kemi nxit këtë. Tash së shpejti ne kemi një projekt për një kurs për letarë të ri, për t'i mësu ata, për t'i trajnu ata që të shkruajnë për lexuesit e vegjël. Pasi në Shkodër fatikisht vitet e fundit vetë një mungesë, një boshllëk i diell, është një vakum që është kriju vetë jot, nuk e di se nuk mund ta shpjegoj këtë sepse Xhahid Bushati, shkrimtari i mirënjohur, më duket se pikërisht aktualisht është shkrimtari që kaloron bukur në fushën e letërsisë për fëmijë dhe besoj se e keni përfshirë në këtë projekt. Natyrisht, jo, tamam Xhahidi ka kanë shumë i zanën në këtë periudhë, janë pedagogë të tjerë që po merren domethënë me këtë proces. Edhe ne shpresojmë që shumë shpejt do të kemi edhe rezultatet e këtij projektit, qoftë pjesë të shkruar ese apo poezi, të cilët do paraqiten nga të rinjt që do të trajnohen në këtë kurs. Janë paraqitur kandidatura për të ndjekur pikërisht këtë ecuri? Është një projekt i cili drejtohet nga pedagogët e universitetit, por zhvillohet në bibliotekën Marin Barleti. Duke qëndruar tek ai repart i vogël, po e quaj sepse i drejtohet moshës së vogël, nuk ka se si në ecurinë ton të mos e kujtojmë atë banak të mbushur me fëmijë, me dorën e zgjatur tek punojësja e bibliotekës për të këmbyer një libër, kapakët e të cilit ndoshta edhe janë përthyer disi nga përdorimi, ndonjë fëmijë që ndihmonte punojsen dhe për syt tan ishte privilegjuar ose i privilegjuar që ishte ndihmës i kësaj punojësje, më duket se ka qenë një periudhë shumë frymëzuese, ku librat këmbeheshin, nuk e di sa frekuentuar është reparti, ky repart pikërisht. Mund të them që është në repartet më të frekuentuara sot për sot. Ndoshta një person që nuk ka të bëjë me ambientin e bibliotekës nuk e vën re këtë dhe çuditet për kësaj, por sikur të vini një ditë në bibliotekë do shihni çfarë zgjallërie ka te seksioni i fëmijëve. Qoftë ato fëmijë që lexojnë, qoftë ato që marrin libra apo kanë interesa të ndryshme për bibliotekën. Dhe ne i mbështesim dhe në vazhdimsi besoj që do të vazhdojnë kjo, sepse ato do përçojnë, si thosh, dashurinë për librin edhe përdorimin e librit në të ardhmen. Cili është bashkëpunimi juaj me institucionet? Vëre pak më herët ju përmendët universitetin. Në festivalin letrar një pjesë të rëndësishme ju e keni po e quaj e deleguar ose i keni afruar mundësi pedagogëve të universitetit në ditën e shkrimtarit të madh Gjergj Fishta. Por nuk e di institucionet e ndryshme, siç janë institucionet shkollore apo kulturore, çfarë aksesi ose çfarë bashkëpunimi kanë në bibliotekën Marin Barleti? Në aktivitetet tona ne vazhdimisht jemi përfshirë, qoftë duke i ftuar që të jenë prezent, qoftë edhe duke ndërtuar aktivitete të përbashkëta, me në raste të ditëve të shënuara, si ditën e fëmijëve apo në ngjarje të ndryshme, qoftë edhe duke i krijuar kushte atyre për të kaluar një ditë në bibliotekën Marin Barleti. Dhe janë shkolla të ndryshme të cilët tashmë e frekuentojnë vazhdimisht, sidomos shkollat e veçare. Natyrisht ato udhëhiqen nga mësuesit e tyre të letërsisë, të cilët paraprakisht komunikojnë edhe kontaktojnë me ne, por ka edhe një kujdes të bibliotekave kur ato kërkojnë, domethënë, asistencë teknike në bibliotekat e shkollave, të cilët ato përpiqemi që ti promovojnë sa më tepër dhe që të kenë që librat të jenë sa më afër lexuesit, sa më afër, sidomos lexuesit të vogël.
Kjo është një lloj bashkëpunimi që ne kemi të kish një qasje me librin do të thotë që të komunikosh shumë afër, shumë shpesh me të, edhe mundësitë e një biblioteke, siç është biblioteka Marin Barleti, janë të ndryshme, qoftë me librin digjital, por edhe ofrimin në kohë të botimeve të reja. Si shikoni ju këtë mundësi tuajën për të komunikuar në kohë dhe më mirë, më komod me lexuesit që vinë her pas here tek institucioni tuaj? Po, edhe në këtë aspekt ne kemi pas çdo vit kemi një plan, një buxhet të mjaftueshëm, do thoja, për riportrit e librave. Evidentoja atë si thatë ju për shkak të përdorimit të librat nga një herë edhe dëmtohen edhe bën të papërdorshëm. Unë quaj edhe kur ka një përthyerje është diçka e bukur, një shenjë e bukur se ky libër është fletuar. Shumë e bukur. Ndërsa roli juaj është pastaj ti mirëmbaj, natyrisht, si çdo gjë që përdoret edhe libri. Se një libër i paprekur mbetet ashtu i pastër, i bukur. Fizikisht, natyrisht ka një tendencë për të dëmtuar dhe ka libra që dalin jashtë përdorimit. Si çdo gjë që përdoret, dalin jashtë përdorimit, nga përdorimi, nga amortizimi në kohë. Dhe ne kemi mjaft të tillë dhe kjo tregon se libri përdoret, libri ka kaluar në shumë dur. Ka kaluar në shumë dur dhe ne jemi të detyruar që të blejmë tjetër për ta zëvendësuar. Dhe ky moment është shumë interesant. Domethënë, nëse do shihni një grumull librash të cilët janë destinuar për të kaluar në riciklim, këto gjithmonë zëvendësohen me libra të tjerë. Pra është një kujdes i vazhdueshëm. Ka një mundësi të tillë? Pikërisht po. Ne kemi një buxhet që mbështetet nga Bashkia e Shkodër. Është kjo mundësi, po përveç tyre ne edhe blejmë libra sipas interesave, ne shohim trendin e kohës, cilat libra shiten më, cilat libra lexohen më tepër, kërkohen më tepër. Jo çdo libër mund të jetë në bibliotekën Marin Barleti. Jo çdo gjë që botohet. Bëhet një fillimisht në fillimin e vitit, bëhet një proces përzgjedhje të librave, qoftë ato që do zëvendësohen, qoftë ato të cilët janë të ri dhe ka një, si thosh, ka një interes të madh të lexuesve për t'i pas. Keni lidhje të vazhdueshme me shtëpitë botuese, me autorë të ndryshëm? Tani punët janë thjeshtuar sepse interneti të krijon këtë mundësi, këtë komoditet, do thoja, që të komunikohesh vazhdimisht me prurjet e reja në letërsinë shqipe apo letërsinë e përkthyme. Dhe ne, pas një analize që bëhet nga specialistët e bibliotekës, krijohet lista apo përgatitet lista e librave që do blehen. Natyrisht kjo është në raport me buxhetin, domethënë ne blejmë. Por ka edhe libra që dhurohen, sepse një shkrimtar që promovon librin e tij, natyrisht i dhuron bibliotekës disa kopje. Sigurisht. Kjo është një rregull i shkruar apo i pashkruar, po që funksionon. Në Shqipëri e ka zgjidhur këtë problem fakt, sepse shkrimtarët të cilët shtëpitë botuese të cilat botojnë libra në Shkodër, apo që janë rezidentë në Shkodër, ato kanë detyrimin ligjor që të dhurojnë apo t'i japin bibliotekës 3 kopje librash. Ndoshta jo gjithmonë është e mujtën kjo, sepse ka mendime të ndryshme, megjithatë shumica respektojnë. Ndoshta librat që botohen në Tiranë, edhe që ka interes biblioteka dhe publiku që të jenë në bibliotekë, ne i blejmë me anë të fondeve që jep bashkia. Biblioteka ose libri digjital vazhdon të funksionojë, të kalojë? Sigurisht, ne kemi rrit ritmet e skanerizimit. Kur themi digjital, janë 2 kategori, domethënë është digitalizimi i titujve, në mënyrë që ato të jenë të kërkohen edhe të gjen sa më shpejt. Por pjesa tjetër është pastaj skanerizimi i librave komplet të gjitha faqeve dhe vendosin aksesimin në faqen tonë të internetit. Dhe numri i tyre sa vjen e shtohet, është filluar para disa vitesh me libra të cilët janë të vjetër, janë antikuare, dhe që përdorimi i tyre dëmton librin, përdorimi vazhdueshëm. Përshëndetje për punojësen tuaj si Dita Halluni. Vazhdon të jetë aty në këtë pozicion. Dhe që këto pastaj janë të aksesuar, janë të shikueshëm në faqen tonë të internetit dhe nisin, domethënë, për lexuesët në shumë që kanë interes për to. Por tani kemi filluar edhe
përveç fondit të vjetër kemi filluar dhe me libra të tjerë që janë që publika është me interes, sepse koha që po kalojmë, domethënë ka kërën këtë nevojë që disa kanë edhe problem me kontaktin fizik me librin, edhe janë ashtë më komode që të lexosh në. Po natyrisht aty duhet të ketë ligje dhe të drejta mbi të drejtën e autorit. Sigurisht ne kemi kujdes edhe këtë pjesë, domethënë paraprakisht ne për shembull rasti i fundit ishte një libër shumë i njohur për shkodanët, Shkoda dhe motet të Hamdi Bushatit, ku ne kërkuam të drejtën e autorit, djalit të Zotit Nejmi Bushati, e përshëndesim me shumë respekt. I cili pati si ma zemër gjërësin që ta lejoj këtë, duke që janë i bindur që kjo do të jenë një shërbim ndaj qytetarëve. Edhe është një libër që kërkohet shumë, janë 2 volume. Tani është bërë botimi i tretë i këtij libri, i përmirësuar, dhe ne pikërisht këtë kemi skanalizuar dhe ndodhet tashmë në është vizibël në faqen tonë. Ndërkohë do të kisha shumë dëshirë dhe dashuri të ndaleshin për pak çaste tek ajo pjesë e veprimtarive të ardhshme që lidhet me 90 vjetorin e bibliotekës Marin Barleti. Po, natyrisht kjo biblioteka ka krijuar traditën e vet si në bibliotekat më të pasura në Shqipëri. Jo vetëm si volume, por edhe për diversitetin, për shumëllojshmërinë e librave që ndodhen tu, duke filluar të antikuarët, inkunabulët, por edhe të libra të ri, të cilët nuk zgjidhen në të gjitha bibliotekat. Biblioteka kombëtare është tjetër gjë, sepse është një arkiv i përgjithshëm i librave, dhe ato të kenë janë detyruar pas të gjithë librat. Por duke pas parasysh këtë rëndësi, këtë vit ne kemi për vjetorin 90, biblioteka është biblioteka publike e Shkodrës, është krijuar në vitin 1931 dhe tani është viti 90. Për këtë ne kemi një projekt ambicioz, krijimin e një eksponati muzeal për librin në Shkodër. Dhe kjo besoj do të jenë gati në gjysmën e parë të nëntorit, me çast do bëjmë edhe si thosh një aktivitet për do të mbetem me interes, do t'ju ftoj përsëri, sepse ka të bëjë edhe me ecurinë e shumë brezave, të shumë punojësve, të metodologjisë së punës, të eksperiencës që kanë përcjell, apo jo. Natyrisht të ndalesh në këtë fushë është e pafundme, sepse nëpërmjet librit është një komunikim tepër i dashur, tepër i veçantë, ndoshta në këtë kohë disi në një ekuilibër që duhet mbajtur, por gjithsesi është shumë bukur me punu me librin. Edhe të kesh një libër në dorë është frymëzim, është dashuri, është thellim në faqet e tij. Unë ju falenderoj shumë për çfarë ju thatë në këtë bisedë, për informacionet që dhat, për veprimtaritë që do të organizoni në kuadër të festivalit letrar në edicionin e 14 të tij, dhe në atë veprimtari që së shpejti do të promovohet si një veprimtari natyrisht jo e zakontë, 90 vjetori i bibliotekës Marin Barleti. Ecuri të mbar dhe suksese gjithmonë. Faleminderit, sukses edhe ju. Faleminderit shumë, faleminderit.